përmendë se ka pa një ëndër radiallahu ta'ala anhu, ka qenë duke ecë në errësirë, kështu ka ardhur në transmetime, ka qenë duke ecur në errësirë deri sa o shfaq një dritë. Edhe ja ka mësy asaj drite me shku, kur ka arrit tek ajo dritë ka një zhurmë të njerëzve që po bisedonin, edhe aty ka taku, fjala është në ëndër, edhe aty ka takuan Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu, Alijun edhe Zeid ibn Harith. Alijun edhe Zeid ibn Harith. I ka pyet se kur keni mri këtë vend, ka thonë veç sa mritum edhe na. Veç sa mritum edhe na. Edhe të nesërmit kur është zgju radiallahu ta'ala anhu, është përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç se i ka ardhur shpallja. I ka ardhur shpallja. Si i tillë Said i pejgamberin e ka njoft për drejtësinë e tij si njeri të mirë. Në atë kohë Said i ka pas 17 vjet, sipas transmetimeve më të sakta në këtë pikë. Edhe ka dalë me hulumtu me gjetë pejgamberin alayhi salatu wassalam, e ka gjetë me një lugin, e ka gjetë kish pas dalë prej Mekës me një lugin edhe është afru, ka thënë o Muhammed, çka është ajo që kam dëgju për ty? Çfarë po thret ti? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu sa janë cilën po thrason është dëshmia se nuk ka zot tjetër që meriton adhurim përveç Allahu xhalla wa ala, edhe se mu Allahu më ka dërguar për me e kumtu këtë mesazh. Ja ka përmend mirësitë e Islamit, edhe në atë vend Sa'di radiallahu ta'ala anhu ka dëshmu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasul. Dëshmoj se nuk ka kush që meriton me drejt adhurim përveç Allahu xhalla wa ala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob edhe i